Jemi bërë që Takoj që. pritë thuj herë pritë të përqafoj thumaj. Para pari falenderoj për pranin tuaj. Dhe në gjendje emocionale që jam, prania emocionale juaj, një të drejtë, për bashkë, mua më shton guximin, optimizmin për problemet që ju falenderoj nga zemra të juve për ardhën tuaj. Dhe inshallah, ju premtoj që po të jemi mirë do ta bëj dhe jetë. E morët vesh, po të jetë mirë me shne, do ta bëj dhe herë tjetër. I sing this song to you for dreams that can come true and for each day to bring a greater song to sing. My birthday wish for you comes deep from ocean's blue, love sent from heaven's light to celebrate your life with you. Your life with you. Your family and close friends all soon arrive, thanking you for the love you bring to their lives. The words that are spoken should be no surprise to a wonderful person with love in their eyes. And when the lights dim low and the candles glow, loved ones gather round to sing your song. Very special birthday. Sova. Gëzuar ta gëzoqën, edhe 100 me të gjitha dashurit e do. Familje, se dhe familje se gjithë dhe pisit. Këto të zëmra, profesori nderuara. Gëzuar Berta Omedo. Bukur ishe bukur, ishe mitur, donse ishe harter mitur, donse ishe harter mitur. Jam i mira, jam i mira, vere jam i mira, jam për detektive, jam për ty, jam në zore, më jam në hapë, kur të shife, mi këzir, do të dore për sy me ma, kur të shife, mi këzir, do të dore sy me ma. O siguroj me moj si s'për sasi, për kokë kujtime, për kokën vande, amane, për kokë të kujtimi, ai zua! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! To you, to you, to you! Të ka ngel në shpirt ai Durrës? Më ka ngel shpirt ai Durrësi dhe gruan që e mora më vonë nga Tirana, vdes për Durrësin. Thotë domthonjë një vajzë nga Tirana, e cila thotë
ika nga Tirana sepse ishte Durrës, se si ishte mendimi atëherë, po të ishte në qytet tjetër nuk ika nga Tirana. Gjimnazi. Gjimnaz, pse të kujtohet gjimnazi me kaq nostalgji? Gjimnazi, shiko, më kujtohet se të them të drejtën, ne bonim aktivitetet përbashkëta dhe ndër to ishin edhe mamit e vëllezërit. Ky ishte dëfrimi që bënin. Dhe i shikonim shoqët e klasës, si motra, si shoqe, nuk i shikonim me ne shetan lek, se mund të i shikojnë sot. Dhe, në parantezë, po të them ty që shokët e shoqet e gjimnazit, tashti që erdhe unë, më organizon një pritje dhe një drek, jam 70 vjeçar shumë, dikush në pozicion partjak ose qeveritar, dikush punëtor, dikush me biznes, me jatë pa dallim u mblodhen dhe kujtuam me kënaqësi. Po mirë, në klasë ti s'kishe ndonjë gocë që e shifje në ëndër. Goca me bukur e klasës, për shumë. Po, e kishim, dhe aty edhe shifrim jo në ëndër, por kur bëshim mami, vallëzim, tentoshim të vallëzonim 2 herë me atë, 1 herë me i tjetër. Por që na shkonte menja që ti propozoni mund të duhet, ti më do apo jo, asnjëherë. Po mirë, ëndrën e kishë. E pëlqeje të bukur? Si se pëlqeje? Kush ishte kjo e bukura? Nuk them emra se mos po në xhelos burrat. Po, pse në fizika atëre, pse vazhdoj? Fizika kam peshjerë nga drejtori. Isha i nxënës i mirë, domethënë si matematik, si fizik, domethënë ishim me gjitha 10 që thonë. Dhe kur erdhi Shaban Baxhaku në Durrës, edhe pa rezultatet e maturave, ai caktoi bashkë me drejtorin, këtë matematik, këtë fizik, këtë matematik, këtë fizik. Unë fakt kërkesën, si që ishe mosha atëre, kështë bërë për inxhinjeri rrëna dopta, për teknologji plastike dhe për mjekësi. Sepse mendoja me to 3 dek, do punoj në Durrës. Kur del mu për fizik, fizikën, ka ngel në mendje, kemi bërë leksion me Kristian Bukuroshi, profesor Kristian Bukuroshi. Një atëherë ishte djalosh, king i veshur, me shkruante me dorën e majtë, që nëse ashtu, me një elokuencë që ne në habiste, dhe ne kishim ato fletoret se marrshim shënimin, dhe unë jam habit, dhe më duke në ju leksionin e Kristianit, dhe po thuj se nuk shnova gjë. Kur shkova, në konvikt, se në konvikt banor, s'kishe leksionin, po na ishe bërë, ose më sakt, na ishte kryu në tru që leksionin duhet ta studiojmë. Ja kam marrë Bemba Vërmetës, leksionin ja kam kopju. Qa kishe majtë shënim Bemba Vërmetës, atë shkujtëm. Por kur kam shku në gjimnazin për praktikë që bërë në 2 javë, 3 javë pedagogjike, ke gjimnazi Partizani, aty njofa nusët që e ke shkuar. Edhe pastaj vazhdu me sapet më mrapa. Ne bënim praktikën të gjuje. Ne bënim. Pastaj kur kemi shku në Delvin, që kemi ti, që shkoshim Sarandë, që me radhë erdhëm ka i natë ke shtëpia jote. Nga jeta, domthonë, lindja fëmijës që e ke provu vetë, kur bësh baba ose prind, është gjë e pa imagjinueshme, domethënë. Para lindjes së fëmijëve, neve si brezi jonë rrinim gjithë ditën plazh, kohën e verës, edhe bonim gëllat, luajnim letra kështu. Kurse kur lindën fëmijët, e harrova këtë lloj shoqërie, me fëmijët merrsha bicikletë, rrisha aty, ushqeje, i laje, shplaje në plazh, vishnim në shtëpi. Dhe mas veje gjumë, dhe mas dite, kur do dilem me gjithë gruan me fëmijët, jo vetë. Mund për jeta. Qose fëmijët e mi këtë dividi, do shifim mas 50 vjetësh, kur ata betë do jenë 80 vjeç shumë me radhë, unë do thoj që kjo do të ishte kujtimi më i mirë për ta, për babën, se baba nuk i la pasuri, i përgatiti për jetën që të arrin të krijojnë vetë pasuri, po të mundë, dhe i porosis edhe djemë, që e para është familje, procesi i edukimit. Pasuria më e madhe? Familja edhe fëmijët. Ata bëjnë jetë rregull familjare,
Çdo gjë, do shkojmë këtu me grua me fëmijë, do shkojmë atje me grua me fëmijë. Në kohën e lirë, 80% ja kushtojnë familjes, nga e cila rrjedh. Se pasuria, unë në origjinë rrjedh nga një familje shumë e pasur. Baba im kur ka ardhur nga Çamëria bashkë me vëllezër, kishin hotel në Durrës, restorant në Lushnjë edhe 300 kokë dele. Domthonë ishin familje e pasur. Edhe kur edhe puna përfundon baba im me panoranat me shumë arna dhe megjithatë procesi i edukimit dhe jeta familjare nuk do të. Happy